Territori shqiptar për datën 14 mars 2026 do të ndikohet nga masa ajrore relativisht të paqëndrueshme, duke sjellë vranësira dhe rreshje të dobta shiu në disa zona të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga alternime mes diellit dhe vranësirave, ndërsa në zonat lindore dhe qendrore priten rreshje të dobta shiu. Pasditja vijon me vranësira të pakta dhe intervale me diell në zonat bregdetare dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 17 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 4 deri në 6 orë me diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:48 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:52 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 9 deri në 16 gradë Celsius. Kukës, 8 deri në 14 gradë Celsius. Peshkopi, 6 deri në 12 gradë Celsius. Tiranë, 11 deri në 17 gradë Celsius. Durrës, 9 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 16 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 16 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 17 gradë Celsius. Korç, 2 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë, 10 deri në 17 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 15 gradë Celsius. Sarandë, 9 deri në 16 gradë Celsius.